Gjuetia e palishme me lëndë plasëse në gjirin e Vlorës ka shkaktuar shqetësime për ekosistemin detar. Shpërthimet me dinamit, si rasti më i fundit në gjirin e Shënjanit, kanë vrarë 10 breshka detare dhe kanë dëmtuar rënd florën dhe faunën nënujore. Mësohet se gjatë vitit të fundit janë raportuar rreth 20 breshka të ngordhura si pasojë e gjuetisë me dinamit. Ky fenomen po rrezikon seriozisht biodiversitetin dhe ekosistemin detar të Vlorës. Ambientalisti Niko Dumani thekson se përdorimi i lëndëve plasëse për gjuetinë e peshkut jo vetëm që është i jashtëligjshëm, por shkakton edhe dëme të pariparueshme. Nëse vrasim një breshk në këtë periudhë, kjo po afron periudha e afrimit të brigjeve dhe të hapjes folet në brigjet tona. Kështu që është një dëmtim i madh, domethënë i fuqishëm, sepse krahas dëmtimeve ose azësimit nga ana e kusheve natyrore, se ka azësim të kusheve natyrore, por një dëmtues shumë i fuqishëm dhe shumë i shpejt është ai që quhet faktori antropik ose ndikimi i njeriut, që bën një dëmtim të jashtëzakonshëm. Nëse kjo situatë vazhdon pa masa të rrepta mbrojtëse, breshka kareta, e cila tashmë është një specie rrezikuar, mund të zhduket nga ujërat e gjirit të Vlorës, duke kërcënuar edhe ekuilibrin natyror të detit.